kësaj koncerte, çfarë rezultoi nga mbrëmja? Çfarë problemi? Çfarë rezultoi në mbrëmje? Kishni me prindrit, çfarë po ju dëshmoni sot tyra? Vorrei fare un'intervista in un tema i deklaruar që 10.000 euro ka mundje, se situatë të rizohet dhe vizitën në ndryshëm, dhe aty tek hili, dhe ajo shumë është realizuar, do të kam kokë të gjithë aty, edhe normal në pranin prindëve të Leonit, nuk i dorëzoj, por s'kam dashur jam para të duar që ta kenë dëshmi gjithë publikun të kontenutën e tij që jemi ndërzuar 10.000 euro nga ne. Janë parët në forma të ndryshme, do të ka parët të puntat e armijës, ka bronga edhe euro. Kështu që gjitha e rrumbullashtojnë shumën 10.000 euro. Mirë po, zotëria do të nxjerrë edhe statistikat prej ditës që e kam publikuar se sa para kanë hyrë me këtë aksion. Do thotë, këto e kam bërë vetëm për një zgjidhje që të ndihmojmë raste të tilla, sepse nuk është e lehtë në mbrojtje humanitare, shumë afatësi se mbrojtje që i mbajnë zakonisht. Kush kryesisht e mbushi këtë humanitare? Unë do shta mi veçu të gjithë, por është edhe një rast në fakt, nëse si përmbush shumë edhe të njerë, do është për i gjetit me i qitë. Po është një rast familja Topalli nga Zvicra, që ka furzu 5.000 krona në ndihmë të Leonit. Kështu që gjithë shka i kam në dëshmi dhe do të gëzoj. Dhe i falenderoj shumë gjyrbeqar kanë qenë pranë aty, normalisht dimat gjithë vinë nga diaspora, edhe uroj që shumë e përtuar dhe të realizohet. Nëse se realizohet, ne urojmë shërim Leonit. Edhe mërzi sa më pak për familjen. Faleminderit. Respekt, faleminderit shumë. Faleminderit aty juve. Faleminderit shumë.